Përse dërgoi Allahu të dërguarin e tij? Allahu nuk na la neve të zhvendosur, nuk na la neve në hamendje, nuk na la neve pa arsye në jetë, por ai nga mëshira e tij dhe nga urtësia e tij na dërgoi të dërguar. Na dërgoi të dërguar që të na tregojnë neve rrugën për te Allahu. Na dërgoi shumë të dërguar, shumë profet, shumë pejgamber. E i fundit prej tyre është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu përmes tij na tregoi çdo të mirë, na udhëzoi në çdo të mirë dhe na tërheqi vërejtjen nga të këqijat, na tërheqi vërejtjen që mos të shkojmë rrugës së gabuar. Prandaj Allahu nga mirësia e tij na dërgoi të dërguarin që ta dim rrugën për në xhennetin e tij, për në parajsën e cila nuk ka mbarim.